U kualifikuan në botror, presidenti i këtij vendi u jep dhuratë nga një makinë futbollistëve të tij. Javën e kaluar, Uzbekistani u kualifikua në Kupën e Botës për herë të parë në historinë e tij dhe lojtarët që siguruan këtë sukses u vlerësuan si heronj kombëtar. 5 ditë pas kualifikimit në botror, ata morën njohje shtetërore dhe makina të reja në fush pas ndeshjes kundër Katarit, ndeshjes së fundit të raundit kualifikues. Makina u rreshtua në fush për t'u dorëzuar me secilin lojtar që mori me radhë makinën e tij dhe gjithashtu një pllakë përkujtimore të dhuruar nga presidenti i Uzbekistanit.